Në 4 vjet në biznes, mund të kem folur me qindra sipërmarrës, nga sipërmarrës të suksesshëm, nga sipërmarrës që sapo e kanë nisur, tek ata që akoma dhe mbas nuk e kanë nisur, pra janë në implementime sipër. Do kam bërë të vëre ca karakteristika që mendoj që e bëjnë një sipërmarrës, që unë e di që ky sipërmarrës do arrijë sukses, në krahasim me një sipërmarrës tjetër që mendoj që nuk ka për të arritur sukses. Karakteristika e parë është që në vend që në fillim ata kur marrin më mësojnë mua për konsulencë, në vend që në fillim të thonë di, jo po kjo nuk bëhet dhe nuk situash nuk të lënë që unë të shprehem, të tregoj eksperiencën time, duke folur, duke punuar me lloj sipërmarrësish, ata kanë atë mentalitetin që i di. Pra nuk janë të hapur për ide të reja, nuk janë të hapur për të kuptuar që ti mund ta kesh gabim atë që di, sepse është tjetër gjë çfarë di në korporat, është tjetër gjë sipërmarrja. E dyta e punës është që janë ata sipërmarrës që duan të nisin një biznes, por kur ti thuaj që okay, duke qenë si startup dhe njerëzit nuk e din të mark, e ti duhet që të rritesh, unë të rekomandoj të bëni video në rrjetet sociale, të postoni në YouTube, që njerëzit apo kompanitë e huaja ty gjejnë. Gjë e parë që ta sipërmarrëson është jo, që nuk dalën në video, nuk merrem me këto gjëra. Pra janë tërkohës, më thënë, gjejnë justifikime për mos të bërë një gjë, edhe pse do arrijë atyre sukses. Këta sipërmarrës janë atë rangun që unë mendoj nuk kanë për të arritur sukses, sepse nuk janë të hapura të provojnë çdo gjë që duhet e nevojshme për të zhvilluar biznesin e tyre. Kurse sipërmarrësit që thonë Marsila, çfarë do të më thosh ti unë do e bëj, edhe për çmos për ta bërë siç duhet, janë ata sipërmarrës që kanë ecur, e kanë nisur nga zero dhe kanë ecur për shumë të suksesshëm. Po flas që bëjmë shumë para se dhe unë tani. Sipërmarrësit e tjerë që kanë vëre është sipërmarrësit që në fillim pa të klient fokusojnë shumë tek imazhi, që do të thotë shpenzojnë para në website, shpenzojnë para në branding, kur ata nuk kanë fare klient bëjnë një website. Shpenzojnë para për të marrë një zyrë fancy apo për të blerë tavolina budalliqe, në vend që të shpenzojnë para dhe fokusin të pusojnë njerëzit që të merren me shitje, që të merren me telefonata, që të marrin klientët e parë. Janë ta sipërmarrës që ne i quajmë shiny objects në Amerikë, që thotë që në vend që të fokusojnë të shpenzojnë sa më pak dhe fokusohen të rrisin kompani, fokusojnë më shumë të shpenzojnë në gjëra që i duket atyre do i tregojnë njerëzve që kanë para, por në fund të ditës nuk kanë para, janë ndërkohës dhe tani në thjesht perin mbaren gati për të falimentuar. Në shumë të tjera, por nëse interesojni, bëni follow dhe kam për ta ndarë çfarë mendoni ju karakterizon sipërmarrësit e suksesshëm, çfarë bëjnë dhe çfarë nuk bëjnë për të arritur sukses. Komentoni.